Po, këtu kemi të bëjmë me një situatë ku zoti Përparim Rama është duke, do thotë, tregu vija ndarëse të qarta me Lidhjen Demokratike. Ai që prej fillimit ka qenë si një kandidat i jashtëm, ka pranu që të konkurrojë në kuadrët të Lidhjes Demokratike, mi po edhe në deklarimet e tij publike, edhe në gjithçka që e kemi pa deri tash, ai e ka mbajtur një kurs më të pavarur për sa i përket qëndrimeve të tij politike. Unë mendoj se është një thyrje mes tij dhe zotit Abdigjiku, dhe se kjo do të thotë është do të vazhdon, dhe se me potencial që t'ju rrezikohet karriga zotit Abdigjiku. Dhe në momentin kur po ndodh gjithë kjo ngjarje, Zeshiri pra po ndodh pak para dorëzimit të listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lëvizja vetë ndosë është në një anë, partitë tjera janë në anën tjetër. Çto zhvillime të brendshme pra mes PDK-s dhe LDK-s, potencialisht çfarë atmosfere politike krijojnë fushat zgjedhore? Aja skena politike opozitare është thellësisht e ndarë. Kemi të bëjmë me parti politike të cilat aja baza e identitetit tyre është në kundërshtim me partinë tjetër, që që kemi rastin me PDK-n dhe LDK-n. Do thotë, ne nuk kemi nevojë me kujtu shumë krahu i luftës, krahu i paqes, e kështu me radhë, do thotë, aja identiteti këtyre partive ka qenë në kundërshtim me njëra tjetrën. Mirë po, në vitin 2026, këto ndarje janë duke u pa që janë krejtësisht të tejkalume, sepse përderisa ta zojmë partitë opozitare kanë arrit në disa cikle me i mbajt votat e njëjta, jemi të folë për ta zojmë Partinë Demokratike prej 180.000 në 210.000, jemi të folë për Lidhjen Demokratike prej, edhe pse me amplituda më të mëdha, 130.000 në 190.000, jemi të folë për aleancën e cila është gjithmonë në 55.000, 57.000. Do thotë, këto janë prej vitit 2007-2008, këto janë votat e partive opozitare, ndërsa përderisa në vitin 2007 ose 2008 kanë qenë 600.000 votues, në zgjedhjet e fundit kanë qenë afër 1 milion. Do thotë, partitë në terma të numrave kanë me të njëjta, mi po është rrit elektorati jashtëzakonisht shumë. Kështu që këto parti duhet t'i tejkalojnë këto ndarje të vjetra, të cilat janë në pasojë e viteve të 90-ta, dhe të mundohen që gjejnë votues të ri. Kjo është